Në këtë video do të flasim për disa rregulla të vogla për që u bë njeri të madh në sytë të tjerëve. 1. Respekto kohën e të tjerëve. Mos telefononi dikë më shumë se 2 herë nëse nuk përgjigjet. Nëse dikush nuk përgjigjet në telefon, ka mundësi të ketë diçka urgjente për të bërë ose mund të jetë i zënë. Nëse duhet të ndihesh i ofenduar ose të telefonosh vazhdimisht, jep mundësinë të tjerëve për të marrë iniciativën dhe për t'u kthyer telefonatën. 2. Bëhu përgjegjës për paratë ose sendet që huazon. Nëse ke marrë para borxh ose send tjetër, kthej atë menjëherë përpara se t'ju kujtohet apo të kërkohet. Kjo tregon karakter dhe integritet. Po ashtu është e rëndësishme që të kthehen dhe gjëra të vogla si çadra, stilolapsa me të njëjtin respekt që i keni marrë. 3. Bëhu i kujdesshëm me porositë kur dikush po të fton për drekë ose darkë. Mos porosit ushqimin më të shtrenjtë, kur dikush tjetër është ai që po ju fton. Kjo është një mënyrë për të treguar mirënjohje dhe respekt për ata që janë të gatshëm të ftojnë dhe të japin diçka. 4. Mos bëj pyetje të padurueshme apo të sikletshme. Pyetje si: pse nuk je martuar ende? Ose pse nuk ke fëmijë, janë të tepërta dhe mund të krijojnë një atmosferë të sikletshme. Kjo është një ndërhyrje në jetën private të dikujt dhe nuk duhet ta bëni këtë pa patur një marrëdhënie të ngushtë me ta. Çdo njeri ka rrugën e tij dhe duhet të respektohet. 5. Hap derën për të tjerët dhe jepni hapësirë. Kur je në një ambient dhe dikush është pas teje, hap derën. Ky veprim është i thjeshtë, por është një shenjë respekti dhe mirënjohje që përfshin çdo person, pa marrë parasysh gjininë, moshën apo statusin e tij shoqëror. 6. Ndihmoni me reciprocitetin në shpenzime. Nëse një mik paguan taksin, mundohu të afrosh pagesën herën tjetër. Ky është një akt i vogël por që tregon kujdes dhe ndershmëri. Ndihmon në ndërtimin e marrëdhënieve të drejta dhe të balancuara dhe një shoqëri sa më e fortë. 7. Respekto mendimet e ndryshme. Të kuptosh se çdo person mund të ketë një pikpamje tjetër është thelbësore. Kjo krijon marrëdhënie të shëndetshme. Ndonjëherë ajo që mund të duket e saktë për ty mund të jetë krejtësisht ndryshe për dikë tjetër. Kjo është arsyeja pse dëgjimi i mendimeve ndryshe është shumë i rëndësishëm, sepse të ofron mundësinë për të mësuar dhe për të pasur një pikpamje më të gjerë. 8. Mos ndërhyj gjatë bisedës së dikujt tjetër. Kur dikush është duke folur, jepi hapësirën që ai të shprehet plotësisht pa ndërprerje. Ndërprerja mund të krijojë tension dhe të bëjë që personi tjetër të ndihet i parespektuar. Lejo që të tjerët të shprehin mendimin e tyre të plotë përpara se të reagoni. 9. Kujdes me shakat. Nëse bëni shaka dhe ndjeni se personi tjetër nuk e ka përjetuar mirë, ndaloni menjëherë. Çdo shaka mund të mos jetë gjithmonë e përshtatshme dhe është e rëndësishme të respektoni ndjeshmërinë e të tjerëve. Mos bëni më shumë shaka nëse shihni se dikush është i shqetësuar. 10. Mirënjohja është thelbësore. Kur dikush të ndihmon, thjesht thuaj faleminderit. Ky akt i vogël tregon mirënjohje dhe e bën personin tjetër të ndihet më i vlerësuar. 11. Lavdërimi publik dhe kritika private. Kur dikush ka bërë diçka të mirë, lavdëroni publikisht. Kritikat duhet të mbahen private, pasi ata mund të ndihen të turpuruar ose të keq kuptuar nga një kritikë publike. Kritikat mund të dëmtojnë marrëdhëniet dhe të krijojnë një atmosferë të padëshirueshme. 12. Respekto peshën dhe trupin e të tjerëve. Nuk është e përshtatshme të flasësh për peshën e dikujt, pasi ky është një objekt shumë delikat. Thjesht thuaj, dukesh fantastik, edhe nëse ata duan të flasin për ndryshime trupore, do ta bëjnë vetë. 13. Respekto privatësinë kur dikush të tregon foto.
Nëse dikush të tregon një foto, mos e kaloni atë nëpër ekranet e tjera, sepse mund të ketë diçka të papërshtatshme ose private më pas. Tregoni respekt dhe dëgjoni ata, mos bëni veprime të papërshtatshme. 14. Të tjerët mund të kenë probleme të shëndetit dhe nuk duan t'i diskutojnë. Kur dikush të thotë se ka një takim me mjekun, thjesht thuaj, shpresoj që të jesh mirë, dhe mos e pyet për arsye të vizitës, pasi mund të jetë një çështje private. Nëse do, mund të ta tregoj vetë. 15. Respekto të gjithë njerëzit. Trajtoje çdo person me të njëjtin respekt, pavarësisht statusit të tij. Kjo përfshin pastruesin apo drejtorin. Të dy respektojnë një lloj. Pjesa më e madhe e njerëzve do t'ju vlerësojnë për mënyrën se si silleni me to, pavarësisht se çfarë statusi keni. 16. Kujdes me telefonin. Kur dikush po të flet, mos e shiko telefonin. Ky është një veprim i pandershëm dhe i pasjellshëm, që tregon se ti nuk je interesuar për atë që ato thonë. Mund ta kapësh telefonin pasi të ndahesh nga personi. 17. Mos jep këshilla pa u kërkuar. Jepni këshilla vetëm kur t'ju kërkohet. Çdo këshillë që jepni pa kërkesë mund të duket si ndërhyrje në jetën e brendshme të dikujt tjetër dhe ndonjëherë mund të merret për keq. 18. Të flasësh për moshën ose pagën e dikujt mund të jetë ofenduese. Kur takoni dikë pas një kohe të gjatë, mos bëni pyetje si sa vjeç je apo sa fitoni. Këto pyetje mund të bëjnë që dikush të ndihet i pasigurt dhe i shqetësuar. 19. Ruaj privatësinë dhe përfshiu vetëm në çështjet që të përkasin. Përdorimi i kësaj filozofie tregon respekt për jetën private të të tjerëve dhe ndihmon në ruajtjen e një ambienti të shëndetshëm miqësor. 20. Hiq syzet kur flet me dikë në rrugë. Hiqni syzet kur flisni me dikë. Kjo është një shenjë respekti dhe dëshirë për të krijuar një lidhje të afërt me të. Kontakti me sy është gjithashtu një mënyrë shumë e rëndësishme për të komunikuar dhe për të krijuar një lidhje të drejtë për drejtë. 21. Mos flisni për pasuri në shoqërinë e njerëzve që mund të jenë më pak të privilegjuar se ju. Kjo është një ndjenjë shumë e rëndësishme që tregon se duhet të jemi të ndjeshëm ndaj të tjerëve dhe të mos e bëjmë veten të dukemi superior. 22. Falenderimi për mesazhin e mirë. Pas leximit të një mesazhi të këndshëm, shprehi mirënjohjen duke i thënë faleminderit për mesazhin. Gjithashtu dhe pas çdo komplimenti, mund ta përdorni këtë fjalë. Nuk kushton asgjë, por ju vlerëson shumë. Vlerësimi është një nga mënyrat më të mira për të marrë atë që nuk ke. Kur shprehim mirënjohje dhe bëjmë gjeste të vogla të respektit, ne hapim mundësinë për të krijuar marrëdhënie të forta dhe të shëndetshme. Këto rregulla sociale reflektojnë shumë nga ajo që ne dimë për mirësjelljen dhe respektin ndaj të tjerëve në shoqëri. Ato tregojnë se si gjeste të vogla, si të mos ndërhysh ose të shprehësh mirënjohje, mund të bëjnë një ndryshim të madh në marrëdhëniet dhe integritetin personal. Të nderuar miq, nëse ju kanë pëlqyer këto këshilla, atëherë ju ftojmë t'i bëni like dhe share kësaj videa. Në këtë mënyrë përhapim misionin pozitiv në shoqëri. Ju falenderojmë për kohën që na kushtuat dhe do të shihemi në videon tjetër.